Ka shumë gjëra që kërcasin të drafti propozuar nga partia që qeveris vendin për ndarjen e re territoriale. Për shembull, në përgjigje të reagimeve, protestave në disa rrethe dhe djegjes demonstrative të testrave të Partisë Socialiste, kryeministri Rama ka mëngul se propozimi është hedhur për konsultim. Vetëm kaq. Por me që është hedhur për një konsultim publik, pse po protestohet kundër propozimit edhe nga bashkitë që drejtohen prej socialistëve? Ka një përgjigje. As të majtët nuk besojnë më se procesi i konsultimit publik do të përthith apo do të marrë parasysh propozimet, sugjerimet dhe kërkesat e popullatës. Edhe atyre u duket se ky draft është final dhe pritet përveç se vulosja e tij nga parlamenti në shtator ose më pas. Megjithatë, le të përpiqemi të analizojmë draftin në formën e propozuar, që me 6 do të jetë dhe versioni përfundimtar. Çfarë ka propozuar Partia Socialiste ditën e fundit të korrikut që lan pas? Propozimi parashikon uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46, pra shkrihen 15 bashki ekzistuese nga Poliçani, Divjaka deri te Patosi, Belshi dhe Fusharzi. Bashkitë që shkrihen marrin statusin e qytetit përbërës, me nënkryetar dhe me përfaqësim në Këshillin Bashkiak. Qarqet mbeten pa sa ishin, por shtohen qytetet. Krijohet koncepti i ri bashki qytet njësi administrative. Por ka edhe disa ndryshime të tjera, në dukje pa rëndësi. Rina si deri tani pjesë e Krujës pritet i bashkohet Tiranës. Domja dhe Bërxulla, pjesë e Vlorës, do të bëhen puro tironse. Hajde merre vesh. Shkrihen bashki dhe ndërtojnë qytete. A thua se nuk kishim qytete deri tani? Krijohet një koncept tjetër me bashki, qytete dhe njësi administrative. A thua se ka ndonjë ndryshim esencial mes tyre që do të shërbente banorëve? A ka dhënë argumente Partia Socialiste dhe qeveria e saj për këtë ndarje të re të territorit? Po, sipas tyre, kjo është faza e dytë e reformës territoriale të vitit 2014, dhe që pikërisht kjo fazë synon forcimin financiar përmes krijimit të bashkive më të mëdha e më të qëndrueshme nga pikpamja buxhetore. Po ashtu, thot Partia Socialiste dhe qeveria, synohet edhe rritja e kapaciteteve profesionale, pasi bashkitë e vogla nuk kanë ekspert, arkitekt, urbanist, inxhinierë e të tjerë për të zbatuar legjislacionin e Bashkimit Evropian. E së fundi, propozuesit pretendojnë se me këtë ndarje do të përmirësohen shërbimet për qytetarët nëpërmjet ekonomive të shkasë. Le t'i marrim me radhë. Bashkia e Patosit është rasti për ta rrëzuar pastër argumentin e partisë qeverisë. E renditur e dhjeta për performancën e saj financiare, duke ja kaluar disa herë Bashkisë së Fierit, me ndarjen e re do të shkrihet dhe do t'i bashkangjitet pikërisht bashkisë më të dobët, Fieri. Si Patosi dhe bashkia e Divjakës, e cila mbar dhe një element tjetër shumë domethënës. Divjaka është rasti për një analizë më të thelluar të draftit të ri të kësaj reforme, pasi ajo përfaqëson qendrën kryesore të prodhimit bujqësor. Ky rast ka dhe turizmin brenda. Parku kombëtar Divjak Karavasta dhe Bregdeti përbën një nga pasuritë më të rëndësishme natyrore në vend. Zonat e tjera thjesht e plotësojnë këtë peizazh turistik. Bashkitë e vogla me performancë të mirë financiare rrëzojnë paq pastër edhe argumentin e dytë. Nëse nuk do kishin ekspert në fushat përkatëse, si ka mundësi që këto bashki arritën rezultate financiare më të mira se si motra më të mëdha që në të shumtën e rasteve vegjetojnë? Qytetet e vogla nuk vuajnë nga mungesa e inxhinierëve, arkitektëve apo urbanistëve. Ato vuajnë nga mungesa e vëmendjes së qeverisë, së cilës ka mbetur mendja te makina llogaritëse e votave. Ndaj reagimet janë të forta dhe të papritura, sidomos nga vetë anëtarët e strukturave të Partisë Socialiste në zonat që preken. Protesta e nisur në Poliçan u pasua nga të tjera në Divjak, Klos, Memaliej, Selenic, Patos, Belshki, Bohov, Prenjas, Dimal, të gjitha bashkitë të drejtuara nga Partia Socialiste. Për te të gjithave, drafti propozuar ka paradokse pafund dhe si i tillë është i vështirë të gjesh një logjik të pranueshme në tërësinë e tij. Shembulli i Patosit me performancë, i Divjakës si aset, i Belshit si bashkia e vogël por simpatike dhe punëtore, është krejt tjetër gjë. Fjala bie nga Maqedara në Dibër. Maqedara pritet të jetë qytet pas muajit shtator, edhe pse për nga numri i popullsisë që ka aktualisht, me 8705 banor, la pas 13 bashki që i mbijetuan shkrirjes. Duhet ishte bashki, por ja që nuk është dhe kjo nuk do të jetë e tillë. Për arsye që askush nuk di të shpjegoj. Pra, e thënë shkurt dhe qartë, është e vështirë të gjesh një kriter të qëndrueshëm që të mbajë në këmbë ndarjen e re administrative të vendit. Drafti ngjan një kostum që nuk është prerë dhe asgjë për të i zoti i kësaj pune, te roba qepsi, por fatkeqësisht është punuar i gjithë te kasap. Edhe pse kjo ndarje reprezentohet zyrtarisht si një reformë teknike për forcimin e bashkive, nga një analizë fare e thjeshtë rezulton se kriteret teknike që pretendojnë janë kontradiktore. Procesi ka anashkaluar konsultimin real në kundërshtim me standardet europiane, që gjithashtu pretendojnë me të madhen e këtë draft. Ka një kakofoni kriteresh dhe qëllimesh që miksohen midis atyre teknike dhe elektorale. Sa edhe artuesit mund të kenë vështirësi tani për gjetjen e kufive që i ndajnë ata. Drafti propozuar i përket një reforme të nisur vite më parë, e cila në letër vendos kritere objektive: numri i popullsisë, treguesit financiar, lidhjet infrastrukturore dhe qasjen e shërbime. Mirë po gjatë rrugës ndryrja e interesave lokale dhe llogaritë e votave i prishën këto standarde dhe rezultati, disa zona bashkohen me forcë pa pasur asnjë lidhje organike apo ekonomike, ndërsa të tjera lihen si ishuj me vete, vetëm për të mos prishur ekuilibrat politik. Artuesit mund të kenë bërë goxha punë të madhe deri te ky draft i ri i reformës territoriale, por siç thot populli, ka në raur ujë në havan. Ata duhet të kishin shpjeguar synimin kryesor të kësaj reforme. Nëse është kursimi i buxhetit, ndarja duhet të ishte radikale dhe me pak njësi. Nëse është zhvillimi i autonomisë vendore, njësive duhet t'u jepë pushtet real taksash dhe vendimarrje. Kur tentojnë të bëhen të gjitha nga pak, domethënë pak kursim këndej, pak menaxhim qendror andaj dhe pak ruajtje zonave të rahatshme, ma ta një kufiri që
kush nuk e shikon, pjata e fundit u mbet çdo shi apologjik funksionale. Drafti duket si një hartë e vizatuar mbi letra e tabela statistikore, që shpërfil gjeografi natyrore dhe jetën e përditshme të qytetarëve. Kufit e ri nuk ndjekin më rrugët e natyrshme të punësimit apo lëvizjes së njerëzve. Ndaj ndarja e re administrative do të jetë e huaj për vetë komunitetin që supozohet të shërbejë. Nga ana tjetër, kur vendosen pranë treguesit financiar demografik për çdo bashki dhe më pas të mirat i fshin nga harta, ideja e një reforme teknike mbi performancën bie menjëherë. Kur një bashki e vogël si Patosi arrin të jetë e qëndrueshme, të mbledhë të ardhurar me eficiencë dhe të mos krijojë borxhet prapa mbetura, në një sistem meritokratik duhet të merrë si model ose të ruante autonominë. Shkria e saj dhe bashkimi me Fierin, një bashkim me performancë të dobët, nuk e përmirëson territorin, por thjesht përdor arkat e shëndetshme të Patosit për të mbuluar vrimat financiare të bashkisë qendrore. Në këtë mënyrë, disiplina fiskale ndëshkohet, ndërsa keq menaxhimi shpërblet. E njëjta logjik pa logjik është dhe me kriterin e numrit të banorëve, që pritet të ishte mbase kriteri më objektiv. Bashkimi me popullsi më të madhe fshihen nga harta e re, ndërsa të tjera me më pak popullatë se të parat nuk preken. Ky argument i pragu demografik shkatërrohet plotësisht me draftin e propozuar. Kështu si është qepur, ky kostum është prova më e qartë se kriteret zyrtare shërbejnë vetëm si mbulesë administrative për një vendimarrje të bazuar në një tjetër qëllim. Qëllim që ngado që ta vërtitesh lidhet me kalkulime të holla elektorale, ku matematika e votave ka zëvendësuar teknokracinë. E përpasoj reforma administrative nuk është gjë tjetër veç se riorganizimi i kapitalit politik. Ky kapital i shërben mazhorancës sot, do t'i shërbejë opozitës nesër. Populli vetëm sapo i shtojnë vuajtjet. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.